Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh janë të pakontrolluara dhe tensionet lindin nga çdo situatë, një nga momentet më prekëse dhe të sinqerta u zhvillua mes Albës dhe Tonin. Ky episod tregoi se brenda lojës, ndjenjat e fajeve dhe pendesës mund të jenë po aq të forta sa rivalitetet dhe dramat strategjike, duke nxjerrë në pa maturinë dhe empatinë e banorëve. Alba e ndjer keq për mënyrën se si kishte vepruar më parë. I u drejtua Labinotit me sinqeritet, kam bërë gabim me vajzën e Tonit, sepse është e vogël dhe nuk duhej ta përmendja. Këto fjalë treguan një pendes të thellë dhe vetdije për pasojat e veprimeve të saj. Duke bërë të qartë se Alba po përjetonte një ngarkesë emocionale të vërtetë. Për të, shpreha e këtij gabimi nuk ishte thjesht një moment dialogu, por një mënyrë për të përballuar përgjegjësinë ndaj një situate që kishte lënduar dikë tjetër, në këtë rast Tonin. Toni, nga ana e tij, nuk e fsheu dhimbjen. Ai vazhdoi të qante, duke shfaqur lëndimin emocional dhe ndjeshmërinë që kjo përplasje i kishte shkaktuar. Lotët e tij nuk ishin vetëm për një gabim të thjeshtë, ata përfaqësonin besimin e thyer dhe ndjesinë e tradhtisë emocionale, duke bërë që publiku të ndjejë peshën e momentit dhe seriozitetin e situatës brenda shtëpisë. Ky moment pasqyron disa aspekte kyçe të Big Brother Kosova. Së pari, nuk janë vetëm rivalitetet dhe strategjitë që formojnë dinamikën e shtëpisë, por edhe emocionet reale, pendesa dhe përballja me pasojat e veprimeve. Së dyti, ai tregon se ndjenjat dhe marrëdhëniet ndërpersonale brenda lojës nuk janë thjesht lojë, ato kanë ndikim të thellë mbi secilin banor, duke nxjerrë në pa vulnerabilitetin e tyre. Banorët e tjerë ndoqën situatën me vëmendje. Disa e panë pendesën e Albës si një shenjë të maturisë dhe përgjegjësisë, ndërsa të tjerët vlerësuan reagimin emocional të Tonit, duke u ndjerë të prekshëm nga sinqeriteti i momentit. Publiku, nga ana e tij, u ndau mes mbrojtës dhe kritikues, duke diskutuar mbi rëndësi.